Me mrama dhe mirë se vene në Shok Podcast. Po ja nisëm në një epizode të radhës, ku kemi pas disa tema pikante. Jo ba i gore, po vish kena me bo laf. Po, para se me ja nis tema pikante, për përmeni sponsorat, e ata jënë kompania arkitekturës Modiumi, që ma kanë arkitektu venin, Solosi që na e ka pru mobiljet dhe krejt këto që vajshini, Prime Travel, kompania e fluturime dhe aranjmaneve turistike, po fort e thashto. Sigali, kompania sigurime Sigal, lidere në ven, Gekosi, cila në ka pru Don Julian, që po mundohet me na pjavë çdo epizod, Qebari për edhe labi mazdera aty, si gjithmonë, edhe Superbokin, birën nga Portugalia e largët. Sot e kam një musafire, që nuk është që dalë fort në kamerë, nejse një herë ka dollë, po më duket, kjo është hera e dytë, kështë që sefte ja ka bun, s'pja bën me mu, fatkeqësisht. Ajo është Adea Grezda. Adea, ku jemëre? Qysh më Adea s'ka dalë në kamerë, Adea që 7 vjet eksperiencë. Po të Adea ka dalë, po s'ka po kërkësh valirja. Që ata e ma të rrezikshme që dalin mrapa e punon në heshtje. Ma mirë është ashtu. Rrezikshmëria, nga sot të Halil Budakova në filma, të shme lujt. Bashkë. Ja mëse se ki ftyre në rrezikshme të qysh Adea. Po, Angel ftyrën, po për një me, mi ma kujtove të Halili, këgja që tash është avancu me filma e ka bo një film trim do këtë qka. A dhe në qëfar rolit kë shku ty njëre? Qëfare? Ase aktore që ishte në djanë me gjelëzu, apo dhe nëse që vronë dy djanë për ty, se shumë e bukur të janë. Për një me. Dhe dashurohen ty. Po te edhe njoni njov, së në zgedha vetë në qasë e roli. Basha se ja. Film, jo, kështu jo. Jo se një trale. Ndrysha Adea është influencere, content kreatore, gazetare, edhe molere. Valirja se kështë edhe lynë ka pak. Lynë ka pak. Edhe për ndryshe ka sytë ma të mirë në shërë, si që përsheni. A i kitë kaltër të gjelbër, ta si me? Si të kaltër, si gjelbër, si të verë, si që aty në mes. Të verë? Po, edhe i verë të kom pak mes. Po atë një qashtë interesant. Afro është Valirja, të ta qelë bebë. Kur shkojnë deti, shumë ndrojnë. A i ki pa, kur e këshyrë detin, qelën, di qysh të bonë, pak të reflektohen, do këtë gjyra ma e qelë. Shikoj detin, tu fluturu. Adhe Valirja. Qysh be opëm dje, se epizoda o të gjiru me një prill. Ja, besën që e kom dit. Folëm pak për sy, se ma një mik, sa përshet tema. A ke po një shpreje bardë që thojnë shqiptarët, për na i femën i ka sytë e kaltë. Qa i vjen që kjo sytë e kaltë? Se di qka i vjen, me veç shqiptarët e thojnë. A të ka thonë e kështë nërë që i kjo sytë e kaltë? Jo, veç kretë më thojnë që sytë e kaltër, sa të bukur. Sytë e kaltë, kaltër. Sytë e kaltë. Edhe kaltë, edhe kaltër. Kaltër, po. A e Gjakovës Adea? Po, me preartë për Gjakovës, Gjakovare, Gjakova e kuqe. A e një lokalista ju Gjakovartë? Jena pak, po kretë jam refes dhe Prishtina Litjen lokalista. Po në Gjakovë do këtë martu, në Gjakovarë. Të me shku basket me këshyrë plisat, kitë lokalista janë. A i shumë martu me në Gjakovarë, për shumë? Në Gjakovara? Po më rep, se jo, po. A vishë që është i Gjakovës, a vishë qëfë se të pëlqen, dikush a i Gjakovës? Nëse më pëlqen, po. Nuk është që e përzgjedhi kështu i cilit ven është diqka, po. Nëse më pëlqen, why not? Me ka një katunit, për shumë? Cilit katun? Kënë vorët, so larkë Prishtinë o katuni. Miradije e për me. Miradije poshtë me, mu që i bo. Ade je gazetare me profesional, ke kry gazetarina? Po, gazetarina dhe kom punu me një medium që e njojnë krejt një 7 vjetë më duket, jam bo 7 ose 8. Qa jep shumë mutëna? Ja kom njës dana filat e gazetaris. A ke jep mutëna? Jo. Tregova që jam konë mrapa. Pse një me pse kitë që qysh duhet me menu kër i gazetari dush me dalë diqka kështu para kamerës. Në diqka gjithë jam konë mrapa, kom najtë nështë ta që kom investigu shumë edhe kom lezu, kom ja publikot informacione, kështë sakta. Po, për një me. Për një me që gazetaria e mirë felt është gazetaria terenet dhe gazetaria ku për një me duhësh me hullum tu shumë edhe me njoft njerës edhe me mësu, me lezu, ma shumë për ta. Ama dhe gazetaria ka cofak, dyshush nuk... Vërtet, po. Edhe kur ta bën dikush gazetar, mund do këtë pak abdin, update i ratë. Qa jo, dhe që edhe ti së më prezentove si gazetare, po si influencere. Ku gazeta? Që te gazetën atë. Jo, në menoj që do të përshamun fakulteti gazetaris,
mundru edhe më thonë fakulteti vish media ose vish fakulteti TikTokut. Po tash vish fakulteti ka Profesor Miran Ramadani. Se kështë qaq. po më duket që fakulteti gazetarisë vetëm i ka met nuk po në shtetit e këto privatet janë Ma e kanë kanë zhënu, edhe e po. kanë zhënu, po është one për shembull e kom kry komunikim asev, one dhe para një publikut më me dal me fol dhe me tregu çajo është si eksperiencë që kom mësu në fakultet. Kështu që po besoj që krejt çto drejtimet e reja në fakultete çka janë private, sidomos krejt janë tu mësu edhe drejtime tjera, jo Po. veç Snapchati. Sot nxënës të dashur, sot kena më mësu qysh mja u qel në gjys fjalët. Para me thonë. Është gishti kë gishti që funksionon mas mire. E kështë bo snapi, se be. s'kani me që se E kështë bo snapi tash kur mja u qelë në gjys pikallzejke. Po del këty. A ki keni me snap? kam po nuk e përdori shumë Po interesant. sa ki Po, skore në snap? Nuk e di, haj qati Hajtë këshire sa ki skore. Garante ki një 1 milion. Nuk e di as shumë këshyr. Hajt këshyre fes që të për mu se Po zë nuk të kam snap, bë ma e qatë. Zë shkani underline në puq. Për një me 11.490. Ku do me thonë A, është 11.000 mira veta vja u ka shun ka një snap, ande. A i bjen që është? A pi bjen që ashtu? Ja i bjen, më dhe, se më duke njëtë edhe kur ta shën dikur. Po, Me se ty s'ko që atë shën. po tash të marrë parasysh kur e kom qelë snipin i ka 10 vjeta diçka garant. Shishare, po dhe. Garant. Bohen ato. Pak po mdokët se ka Lëgarit të kësherujt ka 1 euro në ditë. 10 vjetë. Ma mirë, që ashtu i kishë Ade, qëfar krejt? Bërde bo, so pështela. Qëfar content i kryan atë ja? Unë stash që më të punu me content të përgjithshëm. Aje përgjithshme i vjen me punu për kompani ndryshme dhe me bu content për ta ma shumë. Po, qa po mbjen ma shumë me punu është me kompani t'jashtit, do me thonë me realizu video për kompani ndryshme, cilë t'i kërkojnë, i kanë ato detyra që t'japin, po, si do qoftë, normal që nuk dalim për ati kontentit fizik, du t'me tregu pak ftyrën, Po. do me thonë, ma shumë është kjo pjesa e make-upit edhe sane që po besoj shumë njerëz edhe është ajo fjala satisfying që ka e shojnë në rrjetet sociale edhe i do këtë satisfying. A besoj që t'u më kujtohet as Mërkullusha mu. mu. Jo. Po te i bjen diçka që po dhe bosh addicted edhe ashtu Adiksion. adiksion. Varër, varësi. Varsi e vërtet. Ka po thu që njerëz duke të shojnë ty në TikTok bën të varër. Mu jo në është apo punën teme, na i sen që ka e shojnë kështu tu. Okej. Më tha që edhe po mirë është edhe me AI pak. Po, Spjega ma pak që unë pjesë? tregova që kjo pjesa e kontentit, lately u bo edhe me AI, zdja i kipa office, do vedo që po janë në TikTok që po qarkullojnë, që janë për shembull njerëz ty duket që është një ftyrë publike, po nuk është krejt dikush tjetër, a biten edhe për shembull është një djalë që po janë programet, vish për një për me dash më avancu me AI, po dush mi pagu programet ti për shumë, edhe ki ma shumë mundësi. Për shembull ti dhe me ChatGPT mund është me marru një foto, një video, ma di është A mund është për shembull më gemine. bo mu me Beyoncé se që është po më vynë për një ekstemen. Po, A mos më bësi Jay-Z, a bënëm pak ma të mire. ama dzigjës qysh po të faj. Se të zi. Vaj si. Ne, Po kështë dhe si Jay-Z jam, të A de, nuk është që del shumë në... Nuk kisha të dy qysh më kone famshme, a? Je pak një person kështë Po bre jam me kam një farë qëtësie, më pëlqen që Forte qëtësia, qeta, kështu një po. njerëz e mnjojnë krejt, po nuk e di interesant është zi, më pëlqen që kjo me pas një farë qëtësie, se po e Dyshra din këtë që komponë për naja, dyshra pak se e hutu me më dukesh. për një me Po, atë. Allah, se di. Qfa naja, s'pas na po kur naja fest? Musëm ke po? Jo, Nuk vrejna one. zvrej është dhe të sione, po më do. A më dyqysh për një me ka njerë mu hedhë ke me orë më thonë, këfillë. A ke po? posa dhe na jarë naj ofertë, për shumë me dollë me naj videoklip, let's say. Jo bre, heq diçka interesant. Të Jo, videoklipe, jo, reklama kështu po kom pas. Oferta në shta dhe kom dalë në reklama, s'po kujto ndër vite në A i karierën. zgedhë kështë? I zgedhe, po, që kjo në shta pak kom abstenuti që kjo pjesa që kur s'kom pas qef me dalë në shumë sene,
s'kom dal heq. Okej. Den kështu si A janë bo shumë që se content kreatore në Kosovë? Shumë jam bo, Edhe ke për që po ato ketë pak janë nisi me- vajat jam bo. E jani me mua, a vëdën, hajdeni me mua, ku po shkojnë a vlla, a Po vëdën? ble, po ane, ajo mirë është, mu po m'pëlqen që prap i tregojnë vetën dhe po kam views-at e ke fundit, Okej. a vëdën marrin fonde pi views-ave çka i bojnë TikTok e në Instagram. Po, të njëjtën ku ka dikush bre, vish rrin mrapa, nuk do me thonë gjithë me dalë para kamerës. Unë po tregoj nëse punon me kompani jashtë dhe e ki qatë mundësin që mi kry punë caktume kompanive, në këtë rast mi realizu video, Po. që tregova ma herët me inteligencë artificiale, me mujt, me kriju pak ma shumë video që marrin tepër shumë klikime, mund është me pas një rrugë A i gjatë ka mirë. zavendësu pak influencerat, tiktokerat, a kanë zavendësu artistat pak, a janë pak si ma, Cilët artista? për shembull po, këngëtar të kështu, po m'doket që Jo, po kanë s'po ma shumë. m'doket bre, nuk po m'doket se krejtë kanë atë publikun e caktum të vetin, TikTok ti me hi e ki një influencere, Po ko ish gjatë madhe, këta të na po që bëjnë reklama, e ki po konstant një publik që e këshyr veç një influencere caktume ose Po isha ke influencer. vrejt artistat ja kanë nisë me morë se influencerat mja u dhes kongët. Për shembull, Për a e ke ima. po. O ja, Ishte na është ndodhë që kësan, jo, se one, për një me, Qysh besi ke Me po kia. artistat që pjëthirën tiktokerat, ke qika për shembull ketë me morë në një farë Rita Cila Vibes, Rita? ose di një që është e jashtit një varqike, ajo po del po bën kong me kong të artistave. Ku po du me dalë është apo kanë shumë fuqi që tash influencera, do me thonë si me ta dhez një kong, me ta dhez një biznes, me ta dhez një klip, apo e kanë që power, e kanë, po, ma shumë se e kanë se këngëtar që i përmenete. po pikërisht dhe qëto, Qa jo, do me e thonë vërtet. pajtosh me mua. Që qysh fest. Kry. I ra mësu pak edhe one, qëto, Të nguca e gore. e di, sani. A është ade zërë me majtë një lidhje, për shembull kur je influencere, kur ekspozohesh, del në... Po brendi soti gjithë qka është e letë, nësë po besoj që s'janë mo ato barjera që ka jënë konë, mo shën tonë, se tash Gen Z po janë pak ma të hapën, na millennials, a, na që ka jena millennials prap jena, na a? ka mit një farë loj, jena gjenerat pak ma klasike, po të e marë parasysh që ka po influenzome dhe që ka po shojnë bot, mu s'po mdoke që du të mu varë njëre për një lidhës për me kriju anën tonë profesionale. E sa për influencere, nuk e di që ka... Jo, po për shembull a menon E që... shojmë krejt që kanë lidhje edhe influencerët kur do që publikojnë jetën e tyre personale. Pa e kësh për pengu për shembull të dashërit tënë që ti poston video, del në TikTok, për shembull, whatever. Jo, s'besoj, se nësa i mje mu si tiktokere ose në këtë rast si një vajzë që kom dëshirë me postu, se besoj Një që çka? ka problem. Një vajzë Po, e një cila ka vajzë. dëshirë të postoj. Pasha zotën e ki zonën shumë të mirë, kështu. Po për që ato fes jam kon gazetare. Jo, po, e mirë këk edhe për më të shtimë Diksionin, flet. Diksionin na e kena gazetarë që këgja e mësojmë, po pëse edhe në fakultet. Ja, dush me posë e pak lindë. E ki pak lindëm, po si do qoftë, mund është edhe me mësu diqysh, se është ajo për një me tekstet cilat edhe kena bo si gazetare në përgjësi, kështu qka do që kena shkru, është një farë lloj i poetikës që e Po. bojmë na si këngëtarë cilë ti shkrujnë tekstet e repera. A je për kështu e shembull. mirë për shembull me shkru poezi e këse? Kom dit, po shtash ChatGPT, ti për po më për gjithë qka, për ChatGPT tekste, na ka letësu Ndash poet, ndash po bre, tekst shkruus, artist, direktor, krejt. tonat. A menon që pak na ka bu ma lazy ChatGPT, E ja. vërtet, ti Për për një shumë me? na ka bo dhe për një me ti s'mun është dikon me prezentu në ditë sotit si një profesionist në diçka, si na bo profesionista në gjithë qka, po him që GPT vesh për pysem, moj kena rastin e një vajzës në Bosdia, keni mujt me lezu, në është ati kush për shikuzve ka pa që e ka kuptu që vajza e saj ka kancer për mes ChatGPT-së dhe trajtimin ja ka bo krejt për mes shkrimeve me ChatGPT, sa është Për të një me? garete. Sa ma shumë që jep informacioni, që ashtë ma shumë mësën edhe mësot krejt A bota. shkru shumë me ChatGPT kështu? Po bra, beson një ditë që kështu shkru kështu, si mja bo, hej, dost jam, apo më kalëzën që mja bo, kështu se s'po E, di. birë, do jam. Dost, Cila, apo më tregon. qa i ke shkru për herë të fundit ChatGPT? Ti që hes më kujtohet, ta këshyre, se Qka me diçka unë folë edhe të fisim informacione. podcast? Po, që mu përgadit. E po në ashta që më pyte për bullet points, që ka me tregu për me prezentu vetën, i thash ChatGPT sa është, bëne një
Bo ma një CV. Po dhe një si, jo CV. Edhe që të më shumë fort. Jo për CV, po vish tash mi nda kështu në seksione, caktume çka kena... Qa ke që këse? Seksione. Okej. Fjole mirë kërë, vish me a e gjatë jone. Me lanë vish. Shqep është fjallja. Kurse bon, qa i bjen që kësë seksione? Hej, qëtoj, pas na pas, ta të regoj tash qka? Hajde. Kem të full se pi temës në tim, koncentro. Më falë. Qke pas na pas, këshilltar tatimor, qka është këshilltari tatimor? Okej, smart. Qa jo dhe se, Ku diçka jeni me mëra, të jeni për naj tatime, seksian. nuk i kom punë të mirë me disa tatime, tash, Për ta në me? këshyre. Ta këshyre qa po më bën, qka bën një këshilltari tatime, vaj po të një maj kjo qysh. Mi nda tatime. Këshilltar, po të këshillej Po ka, I guess. të këshillon. Hajde të folëm pak për pjesën e dating, se po më intereson mi ditë të sene, jo për ty kështu për në përgjësi. Përgjësi, po. Se më thaj që visoj ndopi burrit, pa lidhja se... Jo, hajgore, po vejzës të kone. S'kam burr. A shumë me rëndësi për shamull body counti të një djallë dhe të një femën? Qofse do me i në lidhje me dikën. Po besoj që po, është bre ndjenë fizike krejtve na vjen, tash është bojnë ajgare, ose bojnë shumë supermenën e madhe, si do njerë që shpebojnë që abiten po munon, kishe na s'është që po jepëm shumë 100% në fillim, ma ndi abiten pianisin për rajnë edhe vetën e tjerë për rajnë, po besoj që ajo është krejt energjia në fillimisht. A kështë kalu me një djallë për shumë që e din që o konë plejare, qështu si jone. Falje hajgore për me. A jetëja, s'do kësh prefes. Jo, si jam hajgore. S'do kësh shumë djallë i mirë, to kësh. A mërë në shpe, falje, këndër të në. është në rendi kësh tjetër, në fakt. Po vishë më dhe e single. Po një të tash. Rënet vinë. Koncentro. Jo, shumë e koncentru me jam vish, ja kom bo një plan vetës. A kështë kalu me dikën që i ka pos në 70 femë, i ka pos 10 lidhje o konë? Unë jam shumë, për një me nuk është që e këshyri shumë të kalu me në një njerit, ose që ka bo, ose whatever, po që po bre gjithë që ka është krejt, pra po lidhët e që kjo energjia trupore edhe energjia e mendje. Sa të që për shtatësh me dikën, normal, komunikimi është gjithë shka, kur folj me dikën edhe për shtatësh qatë aspekt. Do më dhullë stamin? Jo, nuk është problem. Jo, as për të kaluën, as për talë, më po vi qajo qëtësia shpirtrore që ta jep dikosh edhe ndi është ti për mirë. Ja, kështë pranu për shamull dikën që ndo, po e ka një 2 fëmijë me eksën e vetë, për shamull. Jo, kor. Jo, se në Amerikë për shamull nuk ja unim, edhe bile i këshyrën si fëmijët e vetë. A halo tabu që këtë na, a? Të na po mduke që është tabu që kjo halo, është të me që kjo tema. Nuk kena më rishë atë halo. Po, halo s'kena më rishë atë, po, si të qoftë. A mu, po me ne që jena... Suksese. Suksese, kërë që... Ja, kështë halu me na i kam për shamull që u konë me një shoqë tonën që të sërën mu me ta. Që nuk e ki në rreth, alo, se me posë në rreth o pak pa lidhja. Po, brefes, pse jo. Stanin, do më thonë. Nëse se kom pas atë shoqë shumë të ngusht. Po, e ke pas ma mëti, po tash jo, për shumë. Po, thua, se di, s'jam qa që keqe, jo. Okej. Jo. E pse po ankon femrat në ditë sotë që s'po ka djem, ku është do më thonë problemi? Viste na po ankon Kosovë, se vish me dalë jashtë me këshyrë, po besoj që ka rasa ndryshme dhe shojnë ma shumë, se normal ka popullsi ma të madhe, po që na mësun që të rrethin e Kosovës, të marrë parasysh, kena shumë me popullsi kështu në Kosovë dhe që ata, po se di, e kanë që ata arsye. Apo du që do të me dalë pak jashtë Kosovës, jena po bajat, fajnderit atë. Së që janë të dalë. E ki edhe ti disa shoqe që ke pas një intervista që të kanë tregu sa herë kanë dalë dhe kanë pas eksperienca ndryshme kështu dhe me ftyra publike. Kështu që... A ke pas të na eksperiencë në publike? Jo, se të kësha pas në eksperiencë fes, po besoj që isha bu pjesë e kopertinave rozë. Kosovarë. Kosovarja. Hejni me qajo revis, ko gjau kone mirë, ti që ishë për kone vetë, ko gjau menoj që ka pas content mirë kështu edhe u konë, nështë ta kur s'ka pas portale për showbiz, u kone para.
Qajo kom për Nëse talje. njerë janë kom bombonier, ka të ma ne i dulli ka savarja. Hej, Ato po një me. që janë kon me ato bukuroshe. Po, sa të bukra janë kon. Shumë Mu bukra. për një me pëlqen qajo Ti kom, je pak se pëlqen. bombonier njëre. Thank you. Emnin e kështë pas në bombonier, më shpak. Adelaida. Oh! Po, që po një me ato zhate, kam pas emre dhe to emra. a më të jesë, do kërë Ta mos spanjol. si arabe. Ai që mirë që për mene arabt, jo për ta, s'po folim sam, po ai shumë martu me naj person që nuk ka shqiptar, për shumë. Po, pra po lina që qajo përgjigja që Po që thash them ma me dal herët. jashtë, po dhe? Jo për me dal jashtë, po për një men, nuk është që krejt bështë të që kjo për shtatja me një njeri, sa do që për shtatësh, a i keni gjune për basht, a është ai komunikimi i mirë, a për shtatën e në lifestyle, a ki qef me utu me të, a ki qef me punu me të, qka do që është, qaj është ma e mira, vish për shtatja, kështu është që. seks se sa në më me rëndësi me një lidhje? Që e mon lidhjen, për ty? Për mua dhe për tjertë, po besoj që ma e mira është komunikimi prap se prap, ajo është normal një Komunikimi pjo. masev, kështë të Komunikim fole të bo masev. seks masev. Jo, ta ja fjesë po di nështë a dikush ka qef me fol, dikush jo, po që e lu një rol të madhe, dhe ajo nuk është që se lun, po prap, s'po besoj që është krejq A aty. së është aty krejt njëri, a? Në më thonë sani kryesor Sa nuk është? ka që ajo, janë edhe Si sani pas tjera. statistikave që Hajde. janë bërë. Ka dhëna statistika, hajde. Jo, ka plot statistika për me që të regon se tash nuk komet mi besu një portalit ose një portalit tjetër, po kudo që lexon të regon që krejt është që kjo energjia që po të Okej. me Qa këshyrte në të një djallë? Cilat Qa janë këshyrte trit të në një parë djalë? që i këshyrte në djallë? Krejt është qka është i menqëm, qka din me fol. Ki qajo është. Normal, pamja fizike pak është atrakcion i mirë, po Okej. prap se prap, dush me këshyr pak a shumë, dyqysh. Qka din, qfar veprimtarie ka, qfar fakulteti ka kry. Okej. Hajgore. Cilat janë tri Se fakulteti zbënjere. Në ban ka pak. Cilat janë tri fakultetet që do të mi pas një djallë me folë me ty. Qa GPT-n. Qa Jo, për një men. Të e marë parasysh. Biznisin, asë. Sta shumë jam koncentru të që ke pjesa teknologjisë dhe inteligencës artificiale, për një me, po më tërhek, Po, që ajo hush, pjesë po. po më tërhek me fol me njerës që e din që të pjesë teknologjisë dhe Okej. inovacioneve, më kishtë tërhek një djalë që din me fol për teknologji edhe për qëto inovacionet e reja të aplikacioneve që po buon. Ku më regjistru bardh me këshirë. Shpejt, hajde, dikon. Po tu hio në nezër ChatGPT. Tu i lon ketë me emision me basket me. E ja, Jo, që mos ke i interesant lem, porës, kesh me hongër boks aty me një vend. Edhe një plak shtu erdhë në folje. Tha, ti shë emisionet e bëjke laf, që tha, e martum. Thash, jo, si jam. Tha, ja, tha, dush më martu këne anej, edhe që sham tha, shumë e fort ke për një me kështu. Tha, ngëm, tha, vesh një san, tha, dush më jau këshyrë të qikave. Qka, tha, nonën. Më dëshyrë kërkër s'ma kesh thonë. Po dhe bash, aso nëse prita, thash më së ka thonë, këqërja syt ose diçka Kështë që po ka të ma qatë nonë. Hajgore pa ke përshëndese nonën e ades. stomatologja është. Për një me. Po. Kështu që Nice. Kur kam mund naj... me t'i këshyrë dhanë. Po. Ajo të djemë të tëmë pikëshër ka dhëmë të sa një forë. Bashë, në të mos i këshyrë në dhëmë, ajo. Të thonë, adeja nuk i pas ka dhëmë të mirë qika jam, e pse për këshyrë. O, ke po. Hajgare, se jo, disodit, as mu, as kërkujt për vjetë që i kena, së është të përzijet prindin në aspekt lidhjeve Oh. personale ose jetës personale, kështu që. Fix. Po jo veç e ke shumë interesant, se tha këqër janë nonën. Po bre, sa interesant. Shumë s'ke funny. Ade të mirësh edhe me crossfit, edhe ushtren. Po, ja kom njësë që tash edhe për një me, po ta ndryshoj ke jetën. Okej. Moj me thonë se, Sa me rëndësi me pas një healthy shumë- lifestyle, me mushë mirë, po, me ushtru, kur e atë një ki- mushkja. kur e ki qëtë pjesën që e bën pjesë të rutinës, për një me ki t'i qysh edhe truni, e ka një farë energji, ma të mirë për ditën tjetër me vazhdu, edhe me punu, edhe me bu gjithë shka tjetër të mirë, kështu që crossfiti nuk është për të lifanjeri, du të pak për një me, po du të mi abë zërë, Nuk e shumë. qitë pak. Po prap se prap,
kitë me kalimin e kohës, edhe në për një men fillim nuk kom di se po e dim që krejt njerës po shkojnë palestre, po qojnë pesha trona, po për një men CrossFit është një rregull tjetër që nuk është që i ki caktu me çdo ditë ushtrimet, i ki çdo ditë krejt trupin ki me ushtru, kështu dhe krejt muskujt i ki në aksion. Është shumë mirë kjo. Shumë e mirë. Mirë me pos këtë muskujt në aksion. Çdo ditë. Se do mos kur je single e s'ki qa bën. Ciao bo bre fesa, a ki nevoj me ta gjeti kanë. Jo, për ty më të fol. Jo, në shumë mirë, ja. A mirë ja? Unë e ti për mirë. A je nice që da? Nuk është që të interesan me pos nëj partner, ose je rahat, je në comfort zone. Jo, ajo, mirë është këse, po jeta personale, mbetit personale. Është në fund të misionin. Ade, i kena 2 segmente, e para është, a është okej. Unë e kom t'i bo 5 pyetje dhe ti ke më më të regu qa me nëtë për shato. Okej, let's do it. E para është, a është okej mu taku me eksen edhe masi që të prishën e me pi kafe? Po, nuk është okej. Është, a? Po. Veç për kafe është okej, për ma shumë jo, dhe më thonë. Ti tha për kafe. Po dhe për kafe, është okej, dhe më thonë. Është okej me marrëdhënie në ndikimin e alkoolit. Është diçka që ndodh e krejt, po nuk e di, nështë mirë është me mendu para çdo lloj vepre. Okej, kena është të dënullja. A është okej me alon një heke dikuj në qaf? Ne? Një këse heke këto. Një athidh gjokin. Jo, kuku. A e ke lona e kujnë arë? Jo. Për në me? Jo. A ta ka lona? Së me egrë. Në atë aspekt. Sto pra mu s'ja me egrë. Jo, pash ma mirë, jo me egrë. Po, në kësha se ta kësha heka to s'jam vish egrë. Ta kësha lona. I ke shumë clickbait i fort. A është do keme po mardon në ndikimin e substancave narkotike? Jo, dhe kjo sa vlen njaj si ajo të alkoholi. Pajtona. Në një të përgjigje që fata. A është do keme bo treshe? Po, në Holland është ka plët shtëpi kështu që shkojnë qifte dhe mujnë me pas marrëdhënie me partnera tjere dhe nuk është që është problemi të në. është këgja kështu normal, sidomos në Holland, është shumë e teksume edhe në Gjermani më do këtë, po edhe kom di kështu që ja ka nisë mu bu një rituali tillë edhe në vendet tona balkanike, duke që edhe në Shqipëri ja ka nisë që kjo trendi mu bu kështu për qiftet me pas marrëdhënie me qiftet tjera ose me personin e tretë që për menë edhe te. Se pas na dita, përse sa mirë që e shelëm këtë temë. Po dhe shumë u bo diçka, po nuk e di, diçka njerëzime mas pandemis, koqa. Ketë vaksinat. Po bre. Mu me thonë ty për shamë ka ndryshu shumë edhe. A e kështë thonë, okej, po ta ngëj shefin ajo, është diçka që është tabu për ty. Jo, nuk s'po moj mu përgjigj me thonë po, se jo, edhe për ato po nuk e di, nuk në qatë aspekt nuk është që moj me thonë po, se s'po mdo këtë normale, po që për mena disoti të gjithë qka normale, mu nuk jom kondër asaj, po one për veti, për me menu, diçka t'il, dura me menu shumë edhe s'po besoj që jom një person i t'il që bashkë kisha mritë që ajo pikë me menu. Ka rene tjera, sene tjera të të mendodhë para prakit. Që so mire elaborova, për shemë. Po bre, interesant. Me herë martesa, ma ne edhin këto. Po. A kështë bo njeri dorësën të modhe, kështë ta vish pak, kështë ta vish familjartë. Unë e kom qif ki qka është kështë ma trendi, qka ndodhë në vitet e fundit, po jo trendin Kosovë, po jashtë, diqysh më pëlqenjë trendi që për shambull, diqka ma të vogël. Ma cute që da? Po dhe diqka një a kështë martu në kish për shambull, me të thona e pranë? Po, edhe pëse si jam katolike, më pëlqena i ritualja. Do me thona e kishti, unë është me gjithë një hapsin tjetër, edhe rikryan që ashtu e bën krejt. E merë një fake preft. Po, bash. A të vi. Barte e ki më shërën e priftit. Edhe të e bo që atë një podcast, diçka të ashtë para me në. Po e bojna me burrin të me burrin, e atë. Ja bëja ver treshe s'dënkja. E kom vetë ma herët. S'ka pas qip. Ade, nështë nuk të
Nuk e nivën se klek me zotë Jo, pyetja, jo, ha? më Okej, reheq. okej. Jo, veç për një me, po folim për gjithësi, edhe Po, për për si gjithësi, tema po. se shumë, dyqysh, për një me jena tu jetu qasi kohë, Po edhe të mos shumë, u tot në jena vlo tu e falne. po në TikTok qa po ndodh edhe dyqysh s'po ndodh diçka tragjike, po tash, a ki po akitojnë shqiptar, jo be haj se e bëj, kur më rinë puna që aty, është ik. Këto Tërhiqet. kom pas zakonisht ato kërcimorët në bazen, ato të fundit, apo den. Po haj se po hypi, Ja, po po hypi. qysh kësaj në bja aty dhe kur e Edhe kur fanal. ke nalt. Valloj, jo. Okej, Adeja, shkojna me segmentin dytë që thirret shot a shok. E kish aty në Don Julio, qofse nuk përgjigjesh, ki me pi pak. Domethënë i ki 5 pyetje. Jo, nëse pepina krejt shote, Ke nëse pepina. heq. Veç mane mos po nxerr. Jo, be haj feste. Ade, Qka është për marakli në Don Julio? kur gjë hezho. Në shisha në gotë. 5 shisha. Shkojna. Ama i do po nëse, hajde nëse i pi 2 ose 3 shota, po du me marrë një Don Julio, ta më kitë një pakete. Qëra Adeja. Po, Te a erë me nxerr najsa. Që jam frajere se pas ke më fik. Ani, A pagun lidhe kështë njëre? Në lidhe për shembull me naj djala, je që pagun edhe te veç moshë. Po e dy anqme, bre, është ajo pjesë, që ka pagun të najtë me to, djali du të me pagu, që ke kum pasht kohët në TikTok, kështu që pe bojnë shumë influencere. Qika, Në po ri me ty të pagujmë. se la dhurata më Jo. shtret që e ke marrë njëre. Në dhurat, Po. s'ko marrë heq. Pe na djali, heqa. Pina i djallit, se ti s'po më kujtot në shta pina i qikës, s'ko mujt me marrë, na i shoqës. Se për një me jam tip që jam shumë e shoqnush me kom shoqni shoqe, dhe jena ashtu asi kulti shoqeve që për një me kujdesin për njëna tjetër, bojmë Oh, dhurata nice. ndryshme. Dhe është shumë Kult. kulturë e mirë me Çfarë bo fjole dhurata. kult. Po dhe, Sekti jena bash, sekti. sekti. Okej, Adeja, Kulti shkojna me shoqnis. shot a shok, unë të japi 2 opsione të dush me zgjedhje. Okej, hajde. Të dhonë kjo që ato më pri. Jo, bre, e qëmë. Seks në traktor Excited. apo pa lidhje? Aj gore, po. Jo, kanë bërë me lidhje, of course. Partneri më kon fizikën me pas mirë, a agilitetin? Agilitetin, par fjale, wow, Më kon meq. agil. Agil, haj, qka i bjen që kjo Po bash se që agil? slodhet. Që s'lodhe ta, kondicion pi bjen me pas. Kondicion, po. Që që thojnë do konduksion. Konduksione. Kondicione, që qysh. Kondicioni, Kondicioni plus crossfiti barabart me adean. Shtë bashkë që të e lidhën, nuk më përqenë Së zhvillat. pëlqenjë shvillat. Thaj shalë shumë borkën. Okej, shkojna me pyetjen tjetër. Partneri i bukur a pare? I bukur, se kur është pamja fizike, e ki pa, jena na si femna, gjithë na pëlqen që ajo pamja fizike, dhe mandi menojmë që krejti kaj, nështë ta vlen një qokolat, mjafton, që është Në diçka krembanona. shumë respekt, ja vlen respekti mu konë, po, Okej. të sanet materiale, në disodit, s'po Stamin- vlen mu, stamin, s'po po. vlen mu, heq. A ka ndodhë në kërë më ta që për shumë në Instagram në kert të shtrajt e sana kështu? Jo, Për më bre, tro. e pse me më që kire, Po vish po thamë. po thua, e qka vish me thonë që po ta që kiren, Po, po. e qka mi thonë të ja, po ma blena, qa s'tu kuftoj. Po mirë, dhe vish po të vezë në thash, të kalë Jo. zëmë. Jo, në vish në është anaj servis i kereve që i kumë thonë, falja, mundin me më tregu për vetura. Pe kjerë foto marrë vish për servisa. Vish për servisa. Lamela ndrimi i vojt 220 euro. He, Qaj, vish, a i fakt është, tash po A dalin i të lidhe me vetura. në mekanik njëri. Me një mekaneka, jo, bre, sëm lidh kur gjo. Tregova ma Cila herët, një profesion AI, se- me një robot, ma mirë me një robot. Po ishë robote, Ndjen shumë. pa pos mesh pak dëshysh. Pa pos gjak. Po, mire ki. Atë për qa pos kem- AI, cili shkon një profesion që tërhek kështë. Qysh po menojnë? Po, Për për hikon e shembull, mukona me Që me mukona konë ideal. doktor, fizioterapeut, Aha, okej. Nuk e di bre, nuk është mekanik. Të kom tek me që mekanik. Tu ka tekni me që kjo. Na është ta një djallë që të me gjitë perde. Eeeeh!
Dhe të kom gjitë, falni. Jo, si kënë gjitë, i kanë gjitë, kanë normali. Okej, bra birë mujtë. Shkojnë ade me pyetjen tjetër. Hajde. Romantik a agresiv? Romantik agresiv? Po, Jo, romantik, ma mirë. për një me. Ma i mirë romantik. Kështu mas mund. Ma i arsyshëm, po dhe ma i arsyshëm është. Kitë njerë se ma të mirë se aty vrejet energjia. A më të shumë me budë, që romantika, Po, dhe. po thu që dhe të romantika, okej. Dhe që ka lidhje, tonë nuk vlen ajo të kundër ta të bëhen bashkë, tonë vlen të njajta të bëhen bashkë. Partneri me konë që jeton vetë, a që jeton me prind? Me kënë kështë jetu ti? Po, së është probleme, do në jetoj me të shpis, me mamin e me babin, kështë që jam e mësume në qatë frymen, që edhe aj me jetu me prind, it's okay. Së të kështë bëngu. Po nështë ta ma e mira, pëse më s'ma ardha i të në me jetu me prind e me ndru pa klojen, se gjithë diqysh me shku qika, me shku të djali, me jetu në shpe, me ndru pak. Nëse kjo lojnë është më të ndru me vishka Gjermania, që shkajshën djenë du martëshën Për një për letra, jetëshën me babaloka. Po, një me për sa mi bu letrat, A më ta që ajo shumë po qëllime. Yes, ta shpeqi në... Jo, tash pa interes, ti vish me shku. 0% interes, 2% kamot. Po, kredia është aprovuar. Gjeloz a nonchalant, që si janin, që delte, që... Okej, që ke dyta. Ti që shumë pëlqen me pas lirin teme, Po, normal që që. po që dhënë kër nuk gjelozën nuk të dashërën. Jo, bese vetë shqiptar të kanë këtë matematik, se s'po besoj, mirë është ti qysh me pas një fal lirie, bre. Okej, Ma mirë. do më thonë ti ki shef me Se kone bashkë ata- lirë. Ajo ki shef me kone Me lirë. Po jo se tash që po hinë qatë psiqikën e njerëzit të Kosovës, a ki pa kretë kush dhe që është pak ma gjeloz, e ka nështë diçka një behanet vetën me një fjallë, po thamë, ose diçka që aj bën për vete, ose i pengon të vetja që acarohet, ose i gjuhet partnerit këtë rast. Okej, a do më thonë Se nisën mundet- për vetës, po thua, a? Pa i edhe nisën për vetës edhe qaja, diçka A të jenë kështë pak vengu ty për naqën. zamën që se partnerit del në klab. A je gjelozët, e? Jo, bes jam qaqën, nështë jenë do stane që e majnë veti, kështu se në horoskop jam akrepa të në diqysh. Ma jenë pak ma misterios, po të një të nku i majnë do stane në veti, nuk është të folin shumë, ose të regojnë. Varët bre, jo qaq fes. Okej. Shumë e qetë jam, diçka interesant. Në Mos e Kosovë qavesh më ashtu ku se njëri son po të qetë. këshyre. Sytë shumë ma gjepsës. Ma Ade, gjepës, fam. ma gjepës, Ma gjepës. ma A nuk gjepës. thonë ma gjepsës? Do këtë njësë dhe shumë që është. Orë bëna. ChatGPT help us. O, kom ta hekë që qatë GPT se kime me të pa u martu. Jo, Ade. inshallah s'kena me full me ChatGPT me na tregu që ka mu shkru me shme informën. Inshallah, jo. Ade, falderit shumë. Hej, fajnderit fes, u knaqëm. Për një me? Për një me, po. Po më pa hajgare, po që... Hajgore kena bu sot dush. Qa mujna me vrit për ade, s'kallëzëna për fond, qa do me bu në të ardhme. Jo, për një me i kom do ide që lidhen Okej. me qato profesione që të regova që më të punu edhe me marketing edhe me inteligencë. Qështo ka pak në Kosovë, ka pak dikon jashtë edhe... Edhe po shtoj. bëhet diçka, a? Po diçka ma ndryshe se sa që jëm mësu me pa vetën. Okej. Shpresoj që ki sukses në Fajnderit që, po. Na shihemi apet, kur dur Gjithçysh. dhere me ki qel, tash dyrën e mësove. Po, gjithçysh kom arë, se po më pëlqen Faleminderit. edhe studio dhe gjithçka. Ata shes. Edhe vibe. Po, hajt, apo ndrohem, që në Ndrohem, planisi kur për bëj një dush. podcast. është një me një podcast, është një qik shumë e talentume që pithir ko gjado ftyra publike në Amerikë, called Her Daddy e ka emrin. Okej. Edhe për një me temat shumë jënë qëllume, të e marë parasysh një me Amerika veni madhe, ka dishysh njerë që kanë rëfime, ko gjama dramatike, si qka jena mësu mi pa në Po. Kosovë, për një me që asaj qikës i ka hije me folë, edhe për Jo, bese këtë jetë këto kanë personale, rëfime, edhe po për s'leshin, gjithka. sa për shamull të s'pëleshësh. Po, pse, që kështë karakteri janë që me vota. Karakterin e ki amazing, kështu që vish vazhdo. Faleminderit, Falënderit, e edhe na te. shihemi edhe hera tjera. Po, Dëgjues dhe shikues të Shok Podcastit, kjo ke ketë me Mufisin me neve sot ke Gjakovarja me sytë më të mirë sherë Adea Grezda, na vesh shihemi javën tjetër, natën e mirë.